Soda e bukës kundër problemeve me diabetin. Soda e bukës është një nga produktet që nuk mungon kurrë në kuzhinën e një ambiseje shqiptare. Ajo përdoret jo vetëm për gatime të mrekullueshme, por dhe për pastrimin me themel të shtëpisë. Sodës së bukës janë thurur shumë lavde për aftësinë e saj në trajtimin dhe kurimin e disa sëmundjeve. Së fundmi, soda e bukës ka fituar një reputacion më të mirë edhe kundër diabetit. Kjo sëmundje shfaqet kur organizmi nuk arrin të prodhojë mjaftueshëm insulinë. Studimet thonë se soda e bukës përbën linjën e parë të mbrojtjes kundër diabetit dhe përmbajtjen e sëmundjes nën kontroll. Përdorimi i saj kundër sëmundjes rekomandohet të bëhet vetëm nëpërmjet konsultave me mjekun, ndonse ajo është një produkt i sigurt për shëndetin. Sipas ekspertëve, nëse organizmi i njeriut ofron një mjedis acidik që nxit shumë sëmundje, përfshirë diabetin, soda e bukës e kthen situatën në normalitet. Për më tepër, diabetikët janë të prirur të preken nga mykomukoza, një infeksion i rrallë dhe i rrezikshëm. Soda e bukës mund të parandalojë përhapjen e këtij infeksioni dhe të shmangë shtérimin e plotë e insulinës dhe rënies së trupit në koma. Bëhet fjalë për një komplikacion të rrezikshëm për diabetikët që shfaqet me simptoma si etje e tepruar, të vjella, urinimi i shpeshtë, farje të gojës dhe plogështi. Ekspertët thonë se përdorimi i sodës së bukës kundër këtyre komplikacioneve të diabetit duhet bërë me kujdes. Sipas tyre, vetëm një mjek specialist mund të rekomandojë një kurrë dhe doza të sakta të sodës së bukës që janë të nevojshme për mbajtjen nën kontroll të diabetit dhe komplikacioneve të tij. Konsultat me mjekun janë të nevojshme, sepse nëse e teproni me sodën e bukës, ajo mund të ketë një efekt krejt të kundërt nga qëllimi fitestar. E tretur në ujë, soda e bukës është një traditë e lashtë, një nga ilaçet të natyrore më të vjetra dhe më të konsumuara në botë, në gjendje të mbrojë trupin ton nga sëmundje të ndryshme. Kur konsumohet në doza të përshtatshme, soda e bukës rregullon strukturën kimike të organizmit dhe përshpejton shërimin e tij. Ky përbërës natyral sigurisht i marrë në dozat e duhura, ndihmon në neutralizimin e acideve të stomakut, redukton entjen dhe gazrat në stomak, mbron nga infeksionet e traktit urinar, është një antiseptik i fuqishëm dhe jo vetëm.